Do shumis ndjekës të sofrës pejane tashmë që moti ka kaluar shoqëria jonë në kufirin nacional, por Bashkimi Shpirtëror i Kombit e kemi thënë çdo herë që nuk një harta kufi diplomaci pa drejtësi. Vlerë shtuar për post këngëtar profesionist, pasionant i fotografisë dhe po ashtu mjek specialist i njohur. Është kënaqësi ta takosh Gazetin Hysenin. E LRM të jesh bashkë në një shoqëri, në një vatër kaq të sinqert. Sot jemi në Rozhaj, në një koncert diku pas 27 vjetëve kthehemi me i thonë faleminderit Rozhajës, në emër të PES dhe të Kosovës që na ka prit vitin 99 me egzat. Vitin 98-99, nëse asgjë tjetër s'ka pas, sepse kanë qenë fakultetet e okupuar me shkollat, Graniti edhe atëherë ka qenë këngëtar profesionist. Do vjeti këna bo Granit e sonte e në me sofrën pejane. Edhe në mendoj pak të që i ka hije këj Gjamadan është Granitit. Edhe në sferën profesionale, edhe njerëzore dhe familjare. Sonte e në bashkë me sofrën pejane. Qysh po ndihesh dhe që këshemi thonë publikut në kanal të sofrës? Fillimisht falenderoj shumë komplet organizatorët që kanë kontribu për realizimin e këtij eventi. Normalisht është kënaqësi e madhe të jesh pjesë e sofrës pejane. Është një ndër pjesë të më të rëndësishme kulturës pejane. Përmend egzodin e vitit 99 që kemi qenë të okupuar dhe pastaj gjatë lutjes na kanë prit me bukë kryp e zamë. Kanë prit, kanë hap dyert. Për mua është një lloj emocioni shumë i veçantë që të performojmë në Rozhaj. Më kanë kthy kujtimet e vjetra. Por rrethana krejt tjera, se sofra ka muzikë. Atër ka pas buke dhe recet, sonte ka muzikë. Granitu të thash në atë mosh, dim ndoshta për këto vjet në gazetari peshën e fjalës publike, edhe atër keni qenë këngëtar profesionist, edhe thashë kena botë vjet. I kena botë vjet fisë se jo, normalisht jo. Mu kujtohet fort mirë kur në ato kohë shumë të vështira që kanë qenë, ne gjeshim kohën e duhur edhe në podrumt e tij kur realizojshim muzikë, ushtrime të ndryshme për shpresë dhe për ditë më të mira. Po. Granë sonte publiku ndoshta do ta sheh, na ka nderuar shumë, na ka prit edhe kryetari i komunës, edhe sponsorin këtu e TC Rozhaj, edhe kena një falëndërsi familjare me krejt këta njerëz. Çka pret për publikut Rozhajës, me që është një publik i përziv, po thash me vetëm mesazh që e ka emrin faleminderit. Po realisht ne për herë parë performojmë si sofër pejane në Rozhaj dhe normalisht presim që ta kemi edhe një lloj përkraje të quaj sa më të madhe, edhe pse këta veç e kanë dëshmuar veten normalisht. Edhe këngën keni përgjigjur me kujdes besoj bashkë me Danin Mesej. Patjetër. Filonitit faleminderit për xhirimin. Faleminderit thash. Graniti është edhe krejt natë kënë në rregull. Telefoni është Granitit, për xhirime është pasionant i fotografisë dhe investon edhe në këtë punë. Është mes 3 profesioneve që nëse i qetë në konkurencë të kë që do të populli nuk ka kur gjon tesu, 3 aty kanë tesu. Grande faleminderit dushëm. Respekt, faleminderit me juve. Faleminderit. Caki po pyet çfarë është kanali zyrtar në YouTube edhe në rrjetet sociale i sofrës pejane që e menaxhon në kry me Granitin edhe disa njerëz sofrës. Që na ndroshojnë pas 27 vjetëve me Granitin kur e po muhabetin më herët cak tham Rozhaja na ka shtruar sofrat në 98-99, në Graniti kemi qenë shumë më të rishë ti, po ka pas buk kryp bereqet, po sonte është një sofër që ju po ja kthenim në muzikë. Rozhaja se falënderoj. Çu po ndihesh sonte? Po krahasim me vitin 99. Është dallim i madh. Është dallim shumë i madh. Po prapse edhe ato dhimbje që i kemi pritur këtu, na kanë lënë zhurmë që ta jetën mi edhe miqësi na kanë. Edhe miqësi edhe me falenderoj popullin e Rozhajës për mikpritje që na kanë bërë. Sonte çka kishim thënë publikut këtu para se me dalë në skenë. Cili është mesazhi i zemrës për post fjalët faleminderit që tash po shesh edhe po kam emocion për këtë shtresë të jashtëm. Kur mos u përsëritin ato kohë na këtu ju neve apo ne juve. Mirë, po na ju harroj. Ne na ju harroj. Do thonë gjithmonë kanë thonë të kalumen kur mos harro, si po e harrove të kalumen përsëritet prapë. Kështu që inshallah vish lumturi edhe gjithmonë mikpritje, sikur këta të ne, ashtu edhe ne të këta. Caki, faleminderit Rozhaja.
sofra pejane, vlerë e shtume, me vlerat më të larta që i kanë të kalu edhe kufit e sofrës, po se po, ndërta, si që është maestro i klarinetës, miku jam Sej në kanalin zyrtar të sofrës pejane në YouTube, Graniti po gjiron Sej në Rozhaj mas 27 vjetra. Normalisht Malëzi e një farë gjysëm banori Malëzi, edhe ekip performancat pa numërta që janë me qindra prej ulqinit për qytetit shqiptare të ndryshme. Po sonte është një emocion pak më ndryshëm se sofrën që ka shtruar Rozhaja në 99 me buke me zemër, ju e keni shtruar me muzikë. Çish po ndihesh sonte në Rozhaj? Sonte është një ndjenjë e veçantë, kjo pak diçka me ju kthy çfarë kanë bërë në këta për neve në vitet më të vështira tona, të gjithë familjes, sidomos në qyteti jonë, e nërme me gjithë shefin për të vazhduar me ndaj në ushqinin ton përjetshëm. Sonte pika parë Baresha, motive që si që dhe vetë Nezmije Bagarusha i ka të i kalu kufit e muzikës kombëtare, pse përcaktu për Bareshën, a pëse është ma e mira, pëse është ma e vështira me Baresha është ma e mira dhe ma e vështira, po është një him i Kosovës, ma e përjashtu dhe Shqipëria ime e tjera zine, po një ndër këngëmat maja shqiptare, është krenari me bohën e mazmari, me përformu këtë vale, të madhë të Nezmije Bagarushas me këtu, e ndjem shumë mirë. Sej, të lumë, shihemi në sken, maestro. As doktori edhe antari dhe solisti janë nuk përdin, është kanali zyrtar në YouTube, sofrës pejane doktor, në dyshën Azmi Morinën, për posë si ortoped, si mjeku vetëm që ka inë salë të këndu me skalper, arterje zemër kryesore, sofrës pejane. E thash doktor, mas 27 vjetëve që këta la kanë shtru si Rozhaj, sofrën me buke, me kryp e me zemër, sot e bja u këthejmë sofrën me muzikë. Një emocion shpejt pajanis, për du me ditë, edhe sa më afër mikrofonit. Është një emocion i pa përshkruar jam i personalisht, se kur nuk e kom harruar ditën e Bajramit, kur e mi dalë si gati krejt beja, këndej, në kome me kere, mirë po mikpriti me ty, unë kur se kom harru, edhe jam shumë i lumtur e krenar që jam pjesë e sofrës sonte në Rozhaj. Qa kështë mi thonë Rozhajës për pas fjales madhe faleminderit? Një faleminderit i madh, Zoti ju ruaj, kofshit gjithmonë. Sofra.